Ilmi, mirë se erdhësh me cimet pas këto. Mirë se gjitha, faleminderit shumë për ftesën. Ashtu që thash pak më herët, neve kemi mu këthim rapa në kohë, edhe kemi me diskutu pikrisht se si ka lindu arti për ty. Ka qenë talent, e ka zbulu dikush tjetër, dëshirë, apo ka pas dikush në veçanti që të ka lidh pikrisht me artin? Pysh nga mosha hershme, më thonë prej moshës 8 vjeçare, 19, mbas luftës, artin ku fillu me ndje pak më ndryshe si moshatarët e me. Unë për fat mirë, motrën e madhe kam artiste dhe e kisha ato para meje, ku shkesha mbas hopa soj, dhe më tha ka qenë një idoli imi në rinin time, mi po edhe si familje, kemi pos një përkroje mjaft madhe ndaj meje personalisht. Hopat e por janë në përkurse si çdo i ri që i ban, mi po jo me një parashikim që nesër kam mu mishru me artin, mirë po me bon një aktivitet më mirë, me pozitivitet më shumë, po që më në fond kurorëzu me një sukses këtë mirë, sa i përket kësaj fushë. Dhe si kanë qenë për ty ato kohë, edhe kurse ke shku me qef, apo ndoshta veç të e ndjek motrën një farforme, të e pas se që po kalon, sa po i pëlqen asaj? Unë e kom shku me motrën kurs, ajo përgatit ke për akademi, unë e kom shku me ta, më konë në klasën e tretë, kom shku me po, jo me vazhdo kursin dhe fatmirësisht kom profesori Hake Gjakru, ka thonë, heja, ti dhe ti po vizatoj mirë, nisja fillaj edhe ti se edhe ti vizatoj mirë, dhe pre aty ka fillu angazhimi jam. Pra gjithmonë është dikush që një farforme e ndjell një besim, edhe tek vetja jo, nështë nuk e besojmë edhe ne vetë se mund të kemi një talent apo një afinitet për diçka. Po, shpesherë thash, kur kemi kriju një bagazh krijimtarisë, na hub ka njerëve të besimi, mirë po vjen një shkëndije vogël, vjen dikush që afrohet dhe të jep që thonë ana imunitet për me pikturu, të jep një vetë besim, edhe atëherë ka ndodhur e njëjta sen që profesori që lopsin ngjyrat, nisja piktura, nisja vizatoj, sepse edhe ti po vizatoj mirë, dhe atëherë kam fillu vazhdimisht të punu deri më sot, po ndoll asnjëherë. Po mirë shumë, tani vendose edhe ti të marrësh rrugtimin si motra, të ndjekësh pikrisht edhe studimet? Po atëherë mo nuk isha rrugë tjetër, edhe vazhdova në hopat e motrës, fillova në shkollën e mesme isha në gjimnaz, gjithmonë atë ushtresha me profesorat që kemi pas në gjimnazën profesorin Avni Islami, u përgatitshmi për në akademi dhe pastaj aplikova dhe u pranova dhe përfundova. Si ka qenë ajo periudhë e studimeve dhe cila ka qenë ndoshta vështirësia më e madhe që e kete i kaluar në atë kohë? Vështirësi nuk kemi pas. Punë nuk ka ndoshta me pas, më shumë vështirësi jo shumë. Mirë po përkroja familjes, përkroja rrethit e shoqërisë, e motrës në fakt që e kisha si piktore në atë kohë, më ndihmoi ke kogje shumë, nuk ka qenë edhe shumë vështirë. Ka qenë një rrugë pak më e gjatë, mirë po me punë. Jo e vështirë. Po të e marrë parasysh që në vendin tonë shumë gjana mungojnë. Në vendet e tjera, sidomos me ekonomi pak ma zhvillume, gjitha kushtet janë pak ma ndryshe. Ne, me sa kam informacion, me sa kam pas mundësi të intervistoj edhe artistë të tjerë, mungojnë në ngjyrat e duhura, mungojnë ndoshta edhe brushat, mungojnë pajisjet të cilat një farforme i duhen një artisti për zhvilluar artin e tij. Unë jam fëmija i 4 në familje, gjithsesi jemi 6. Tash mund me paramendu çfarë situata kemi kaluar me 6 fëmijë. Prandaj po du këtu me ndërlidh, si ka qenë kjo pjesë. Sepse ti po thotë që s'ka pas shumë sfida të vështira, po kjo duhet patjetër të ketë ndikues ato. Në artistat e kena më shumë sfidë për me kriju se për me siguru këtu. Me sigurojnë pak më lehtë, mirë po me kriju është diçka pak më ndryshe. Mirë po duke mbështetur në familje edhe me gjallor që kam pas që më kanë ndihmuar shumë, atëherë kemi arritur dhe me mirëkuptimin e profesorëve se asnjëherë nuk kemi mujtë më kanë tamam 100% në ligjërat, që shkëna qef në më kanë, me ngjyra, me pajisje, me të gjitha, mirë po që ashtu ka pak kemi arrit me përfundu. Ema, e nise këtë pjesën që keni qenë që jeni 6 fëmijë në familje dhe dashte me nga tregu një histori. Çfarë të kujton ajo kohë, sidomos të qenurit në një familje të madhe? Familja madhe i ka përparësitë e vetë, mirë po dhe i ka vështirësitë. Sidomos kur ti je fëmijë i mesëm. As nuk i pores, nuk i fundi. Je në mes, mirë po ja kemi dalë. Mbështetja ka qenë gjithmonë. Mirë po ka qenë një paragjykim vitet 2007-2008 kur na shkëshim në akademi, atëherë kanë qenë që thunë ana në mod me shku në ekonomi, në banka financa, drejtimet që janë ndoshta ma trendja, mirë po me zgjedhje drejtim tjetër komplet. Aty ka qenë pak më ndryshe dhe ka qenë një farë mosbesimi dhe të antartë më të lartë familjes që shkojnë në artë, që ka kime bo me artë,
s'kemi bërë kur gjanë, këtu kërkës se një artin, mirë po atë pra gjykimi u thënë dhe sot besoj që është kogje mirë. Ke marrë edhe shprehje, apo ky lloj mosbesimi si është shfaq? Ka bërë të ndjesh keq pikërisht për drejtimin që ti ke zgjedh vetë me dëshirë? Jo, nëse zgjedh një rrugë, nuk ka këtë mbro, po s'pengojnë muhabetet, s'pengojnë asnjëherë. Ashtu e kisha edhe motrën 2003 na e shkojnë në akademi, që pra gjykimet më e ka pasur në atë kohë për artin përgjithësi. Po shkon me një akademi, diçka që se ka bërë kërkosh, se keni familje kërkan, mirë po dikush u dasht me nisë rrugtimin. Shumë e vërtet. Ka ndryshu ajo mendësia vazhdon të jetë ende? Sidomos për të rinjtë edhe të reja të cilët në këtë botë digjitale prapë vendosin që të ndjekin këtë rrugtim, të zgjedhin Akademinë e Arteve. Unë mendoj që sot çdo sen që lejmë na rrethon këtë bëjmë artin. Këtë bëjmë me shijen, dhe është e pamundshme me të kalu këtë sfida pa u mirë me artin. Dhe ka ndryshuar 100% ato paragjykime. Sot e një shoh prind që angazhojnë fëmijët në përkurse pikturës, skulpturës, dizajnit, vetëm ata me u shprej pak ma lirë, u largu për kësaj botës digitale që e kemi, me bo pak ma kryus. Po mirë, që ndodhi dhe si u bëre mësimdhënës gjatë rrugës? Ne që shkojmë në akademi nuk kemi për mësimdhënës. Jo? Jo, nuk kemi, po sistemi arsimor të na e lejon prej akademisë me u kyqe dhe në arsim, mirë për kemi disa provime shtesë që na do të me i bon të provime, është psikologjia, estetika, pedagogjia, që neve në mësojnë me hyrë në arsim. Në pas mundësin edhe të punosh si mësimdhënës? Në fillim kom pas këtë dilema me fillu apo jo, se kisha qef me qenë artist i lirë, që jam edhe sot, mirë po kushtet e na nuk janë që me qenë një artist i lirë dhe mos më kanë involvur për... Nuk janë apo nuk kanë qenë? Nuk kanë qenë. Tash? Ka ndryshu. E diskutojmë më vonë këtë pjesë. Tash janë kushtet me qenë dhe artist i lirë. Po. Ka ndryshu. Edhe kjo që më në arsim, puna me fëmijë është e punë shumë e ndihshme. Është punë e shenjtë, ku i shet trit që kanë interes e mjaft për artin përgjithësi, e sidomos te pjesa e arkitekturës. Unë punoj në gjimnaz dhe shumica e nxënësve kanë interes e mjaft madh për arkitekturë, për dizajn të modës, dizajn grafik edhe për pikturë e skulpturë. Edhe kur themi është pjesë e ndihshme, sidomos me këta të gjimnazit, në atë fazën e adoleshencës, normalisht që... Unë mendoj që deri në moshën 18 vjeçare janë fëmijë dhe janë pjesë e ndihshme me punu me ta. Me shumë respekt. Cila është vështirësia më e madhe e punës me nxënësit? Vështirësia nuk mendoj që ka vështirësi kur ka vullnet mirë. Mirë po te gjeneratët e reja pak po mungon vullneti. Po mungon vullneti edhe te prindrit, mirë po edhe te vetë nxënësit, edhe te ne mësimdhënësit. E ka bërë teknologjia këtë mungesë vullneti? Teknologjia e ka bërë se ata po i kanë të gatshëm. Më thonë diçka që na po mundohemi me spjegu, po mundohemi me marrë në praktik, ata pa e kanë shumë ma ofër për kanë teknologjinë për me po produktin, se na që po mundohemi me spjegu. Mirë po, në fund, po mendoj që inet e pas një sukses, sepse kanë interesim shumë të madh nxënësit. Dhe si ja ke dalë tani me gjitha këto zhvillime teknologjike të fundit? Çfarë ka ndryshuar tek mësimdhënia jote në një farë mënyre për me qenë në trend me kohën? Sepse e thatë edhe vetë, i kanë informacionet në çështje sekondash, ndoshta edhe më të shpejta. Unë në artin figurativ që e mboj në gjimnaz, nuk janë ndaloj teknologjinë, e kanë muzikën, neve teknologjia veç na bëhet pjesë e punës. Domethënë na ndihmon në këtë drejtim, mund me po dokumentare, mund me po foto, mund me po një proces, një punës që jena të diskutu, mund me po në për projektor, domethënë me një anë na i ka lehtësu, mi po ana tjetër është që ata po i kanë të gatshme, domethënë nuk po shumë interesante edhe ato çka po shpjegojmë na. Na jena pak mbrapa teknologjisë. Jemi mbrapa teknologjisë. Mendon që duhet futet akoma më shumë në shkollat? Mendoj që po, patjetër. Nuk e mendon që kish me e penalizu ndoshta procesin mësimor? Po na mësimdhënës do të më ecë me kohë. Do të më zhvillu pak më shumë. Shumë e vërtetë, e thamë bukur, bravo. Do të kthehemi tash te kjo pjesa e të qenurit artist i lirë, edhe atë ka penalizu apo ata ka pengu një farë mënyre të qenurit artist i lirë mësimdhënia, me qenë se e ke zgjedhur edhe si profesion të dytë, kështu po e quaj. Po, unë në fillim e theksova që mësimdhënia është diçka e shenjtë, mirë po krahasojna e kemi edhe krijimtarinë që neve do të më na bëjë artista, do të më na bëjë si artist. Unë krahas punës që e bëj në gjimnaz, e kam edhe atelier tan personale, të cilën munduna vazhdimisht me kriju piktura të panumërta, për me qenë ndoshta karshi edhe teknologjisë pak
me i bo konkurencë mirë, po im t'ja dollë këtë gjë mirë. Imi në 3-4 artista që kemi atelier dorën e njeriu në përgjithësi asë një inteligencë artificiale, asë një aplikacion nuk mund ta zaventsoj. Kote kanë. Unë menoj që tonë çfarë duan. Që krijimtarinë është vështirë shumë me zaventsu çfarë do teknologjie. Na shpesh me kolegë ose me nxënësa diskutojmë që në pjetham ChatGPT-s në të ma banë një pikturë ose diçka, po ma punon shumë mirë. Ai po punon, po me merë dikon të gatshme. Ndërsa na që krijojmë nuk i marrë me të gatshme. Na e shprehim emocione momentale që i kemi, i pikturojmë, ndolin unike, nuk janë të ngjashme me diçka tjetër, por ata dhe banë më interesant që në vetë artist. Po. Mendoj që vetëm me profesion që nuk është të mujtë me kopiu është puna pikturit. Puna dorës, se diskutohet, është e pa diskutueshme. Shpirti i lirë i artistit, është letë i menaxhueshëm në vendin tonë, e përmende pak më herët që ka qenë shumë vështirë të mbjetosh apo thjesht artist i lirë në vendin tonë, ndërsa tani ndoshta edhe pas pandemisë kisha me thonë, ka ndryshuar pak a shumë. Unë nga 2013 punoj vazhdimisht në atelier dhe mirë po hubi më i madh për me kriju ka qenë prej pandemisë deri më tash. Njerëzit kanë fillu me kuptu pak a shumë artin, kanë fillu me kuptu krijimtarinë artistave, jo printa, jo për interesit ose diçka tjetër, mirë po dojnë punë dore, po dojnë diçka që një artist e ka shpreh një emocion. Edhe me qenë unike, mos më përsërita e pikturë. Dhe ka fillu ekstreme ndryshu shumë. Sot shumica po folje çifte të reja që kanë banesa ose kanë shtëpi që kanë ndërtu të reja, është e pamundur mos e po një pikturë në muret e tyre. Si e përkufizon artin në vendin tonë? Si e shohin njerëzit, shoqëria jonë artin sidomos artin e të pikturuarit? Unë mendoj që është një ëndër në rrugtim. Ende nuk është realizu. Ende të në artistat kanë probleme thelbësore për krijim, sepse nuk i kanë kushtet për me kriju të pavarur. Cilat kushte? Po me pos një atelier, me pos ngjyra, me pos pelhur. Pajisjet, sepse nëse ata punojnë nëse nuk mund edhe mi shit, po nuk mund edhe mi mbajt. Më thonë, për me punu një pikturë, materiali është këgjë koste për dikan, dhe shumica artista po kyqen arsen. Nashta përbojnë një hap duhur për me kriju një familje, mirë po automatikisht ata pak po shuhen si artista, se për kriju një komoditet me një pagë, me një rrugë dhe si artista po shuhen mirë, por në Kosovë mendoj që ka një numër shumë të madh artistave që janë këgjë aktiv. Këgjë aktiv? Po. Ty të ka penalizu të qenurit mësimdas? Jo asnjëherë. Ndoshta pak rrethonat e familjare, ndihmesa familjare nuk na ka penalizu shumë mirë, po unë mendoj që ka shumë artista të mirë, ndoshta pak shesin, pak e prezantojnë punën e tyre, mirë po ka shumë artista të mirë. Ka shumë artista të mirë, po gjithsesi apo vlerësohet sa duhet tani një pikturë, një punë dore, në fund të ditës nuk është diçka që bëhet për 10 minuta, 20, 2 orë, është diçka që bëhet me ditë tona. Nuk është diçka që bën kur dush, është diçka që të vjen emocionin. Po. Se zakonisht ne na thonë, ju shkoni mbyllni atë dhe pikturojnë. Nashta nuk pikturojnë, bëjmë përgatitje, ne po me pikturoj kemi ato momentet që deri kur të vjen momenti. Deri kur të vjen momenti për me pikturuar. Ka njerë punojnë pak punë shablona, mirë pa e lipni një moment mirë për mi përfundu pikturat. Edhe në vartë për teknikas që i posëgjenë dhe artistët. Si e përkufizon artin tënd, Ilmi? Unë artin e përkufizoj si ëndër në rrugtim, thashtë edhe më herët. Po. Një ëndër në rrugtim që nuk mendoj që do të përfundosh me. Edhe stilin tënd? Unë i takoj rrimës ekspresioniste, ku abstraktën dhe e marrë dhe e bashkaj me realitetin, ku e krija një stil pak ma unik, pak më të mirë, dhe me thonë një pikturë pak më abstrakte. Në sa kohë marrin tani pikturat për me u realizu, edhe çfarë mjetesh përdor, çfarë teknikash, çfarë ngjyrash, ku flen shpirtit artistik më shumë? Pikturat nuk kanë kohë që përfundojnë. Një pikturë mund të përfundojë për 5 minuta, mund të përfundojë për 5 orë, mund edhe për 5 vjet. Po. Një profesor jemi Emrush Xhemali thëke që një pikturë i ban 4 vjetë e 2 orë me punu. Dhe me thonë 4 vjetë angazhim fakultet dhe 2 orë punë që ki mujtë me arrit atë përvojë për me punu. Unë teknikën e kam të kombinume, punë me ngjyrat bojët në akrilik, kam vizatime shumë, mirë po ma shumë mire me pikturë. Dhe kohën për saj pikturë nuk e di. I nisi, po ku përfundojmë nuk e di. Nuk e din. Ashtu është dhe pjesa artistike. Dhe me thonë, nisë pjesën, mirë po nuk e shef finalen asë. Ndodhë ndonjëherë që mund të kemi edhe kërkesa urgjente. Ani pse piktura është diçka
që s'ka të bëj as pak me urgjencën, po gjithsesi kemi bashkëdhetar apo diçka e tillë që ose dëshirojnë të adhurojnë, ose diçka e tillë edhe normalisht e duan një pikturë me urgjencë. Çfarë ndodh në atë raste? Pjesa më e rëndë e artistit është kjo. Kur të jep dikush presion, shtyn me punu me zor. me zor që thënë ana, jo me zor, mirë po se ti e pranon për me punu, mirë po vetë mendimi që ti ke me punu një pikturë çish po don ai, ty të penalizon pak ta pjesa artistike, ku ti shprehesh i lirë. Për ato dhe orti është shumë i lirë. Do të thonë janë mendime të tjera ku ti shpreh emocionet ato që e ki. Jo dikush që ti dhuron, po ato çka e ki. I pranon zakonisht kërkesa të tilla kur janë zakonisht jo, fillim po tash jo. Po tash është më ndryshe. Tash po krijoj më shumë piktura çka na po dojna. Mirë po kemi edhe ka një raste kur do të mi punu dikujt diçka, i punoj pa problem. Ke eksperimentuar përpara se të arrish te ky lloj stili që të një farë forme të përkufizon ty si person, si artist? Po është nuk mundesh me te kalu këtë fazë sepse në akademi 3 vjet na e kemi mësuar realizmin dhe vitin e 4 kemi filluar me dal nga aja margjina e mbyllur, me dal jashtë asojna, dhe na punojmë skicat vogla për me dal të krijimtaria aja piktura që na sot e prezantoj. Dhe normal kemi eksperimentuar ekstrem shumë. Unë nga viti 2019 deri tash, për 6 vjet, i kom bërë diku 1700 piktura. 1700 piktura? Po, 1700 piktura për 5 vjet, të cilat janë të prezentuar në rrjetet sociale, i kam në shumicën në atele, të më thonë ka qenë një rrugtim mjaft i gjatë, mjaft punë, mi po bëjnë rezultat ekstrem të mirë. Janë shitur të gjitha? Këto 1000... Jo, jesë janë shit. Se janë shit? Jo, jesë janë shit. Po mirë, gjithsesi prej tyre dhe kam zënë vendin. Qoftë si dhurat, qoftë si... Nuk mendoj që një artist lidhet me shitje. Po. Një artist më shumë lidhet me krijimtarinë, e pastaj vjen shitja. Sepse me ditë një artist që shet nuk mund me pasat krijimtarinë tamam origjinale të vete. Mi po më shumë tani lidhet te shitja, po artisti gjithmonë është origjinal, është ai që e krijon. Po ti ekspozosh pikturat? Po, ekspozita kemi pas mjaftueshëm ose ndërkombëtare ose vendore, kemi marrë pjesë në koloni të ndryshme artistike, brenda dhe jashtë vendit, ekspozita personale, domethënë çdo sen që na lidh neve me artin, na jemi aktiv patjetër. Po mirë, më trego çfarë përshtypje, çfarë komentesh, çfarë kritikash ke marrë edhe nga njohës të mirë të artit, në fund të ditës nga kritikat zhvillohet gjithë secili artist. Ne na komunitet pak i vogël, nuk jemi komunitet i madh, edhe neve na ndodh që sot jemi studentë, nesër jemi kolegë dhe profesorët tonë. Për profesorët kemi kritika zakonisht edhe pozitive dhe negative, se le të marrim me pozitivitet se gjithmonë mirë nuk jemi, mirë po kritika më e mirë është kur nga syri thjesht, nga ata që nuk kanë bajë me ortin e që. Ajo është kritika më reale për neve. Po, a gjejmë me vlerësu këta sytë e thjesht një pikturë e cila bëhet nga një artist që ka bërë më shumë se 1000 piktura? Raste. Raste, për prandaj këtu du me dalë. Raste kemi, ka raste edhe që nuk do me thonë që janë gabim ato. Ata e kanë atë mendim dhe na gjithmonë mundumi me respektu mendimet e tyre, pa më parasysh është pozitive apo negative. Edhe shpesh herë na bojnë me qesh ose po me undi keq asnjëherë. Unë mund ta them një histori të Pablo Picassos, i ndalet një person dhe pyet Picasso, thotë je një artist shumë i madh, je një mishtër i pikturës. Pse po punon piktura abstrakte? Kur s'pi kuptojnë pikturat e tua? Pse s'po pikton realizëm, ti je mishtër, ti je super gjeni. Edhe e merr një brush ngjyrat edhe e pikturon një misër të vogël. Kokër të misrit atë, edhe vendos, edhe shkon një pul, edhe dën me ngronë. Ai i thot, ajte po, so bukur po pikturesh. Sa realist. Ajte po, s'fa realizmi po punon edhe pula, po dën me ngronë. Ai thotë, unë s'punoj për kafsha, s'për pula, punoj për njerëz që e kuptojnë pikturën ose e kuptojnë artin përgjithësi. Ka fillu të na me ndryshu. Po. Ka fillu Kojemi, ka fillu me ndryshu, këtë një punë të madhe të bazë arkitektat, që janë të fut pikturën, artin, ose skulpturën, ose reliefet, janë të fut mrena interierit, dhe janë të bon një punë pjesë të jetës të gjithë secilit. Ne do me marrë një shembull Shqipërinë. Ata kanë fut Kojemi herët pikturën në ambientet e shtëpive tyve ose dhe interier, edhe reliefin, edhe skulpturën, mi po edhe pikturën. Nëse shkojmë breakdating tonë, një banesë sa do e vogël me qenë, ose sa do pak e kushtueshme,
nëse hyna brenda e shumë që ka një pikturë. Është një pikturë, paktën një nga to. Si e krahason artin, krijimtarinë në përgjithësi midis vendit tonë Kosovës, hajde edhe Shqipërisë, po e futim këto, me atë ndërkombëtare? Mendoj që na duhet me punu më shumë. Është ende sfidë krijimtaria të ne duke marrë parasysh edhe që ndihmon edhe prej komunave dhe prej ministrisë. Mirë po mendoj që është ende sfidë. Edhe për neve si artistat me punu ende më shumë, mirë po edhe si vend për me kuptu artin është sfidë alo. Ndërsa talenta kemi në vendin tonë, duke marrë parasysh që neve na kanë zbarë ftyrën shumë, qoftë me kulturë, përmes muzikës, qoftë përmes sportit, kemi shumë artistë të tjerë, kemi kinematografinë shumë zhvilluar e kështu me radhë, të arti si qëndrojmë. Unë mendoj që edhe të arti e puna individuale po na bën më të fortë gjithmonë. Me thënë prezantimin, kur po bojnë punë individuale, po dalë me gjithmonë më të mirë. Ndoshta ekipore nuk po me fulane mirë, po si individ po dalë shumë të mirë. Me thënë kemi artista të Kosovës që na prezantojnë në arena ndërkombëtare pa asnjë fije dyshimi. Kemi arkitekt me çmime ndërkombëtare, kemi artistë të tjerë të cilët kanë rrëmbyer, pikërisht nga kjo Kosova jonë e vogël. Kjo Kosova jonë e vogël. Kjo Kosova. Me çdo paragjykimet e hershme, që besoj që kanë ndryshuar tash rëndësisht. E përmendë që ke qenë pjesë e ekspozitave të ndryshme, ndonjë eksperiencë veçantë që ty të ka lënë përshtypje dhe çfarë të ka mësuar gjithë ajo eksperiencë? Na për ekspozita na ekspozojmë piktura, secili ose mediume të ndryshme të artit. Mirë po eksperiencia më e mirë është kur na morrëm pjesë në për koloninë artistike. Në tash kemi kam qenë pjesëmarrës në një koloni artistike organizuar nga shoqata Hendifer, ku është mbajt edicioni i dytë në Ferizaj, ku morrin pjesë artista me nevoja të veçanta. Domethënë janë artistë profesional, mirë po kanë nevoja të veçanta. Dhe pjesa më e rëndë ka qenë për neve, na ishim një 5 artista të rregull që jemi atë, na ishte një artiste e verbër dhe pikturike shumë mirë. Dhe na pak me paragjykime e ka bo mirë se ka bo mirë, atëherë banon një lojë me ta bashkë. Po na mbyllin neve syt edhe po na shtin me pikturu. Edhe? Edhe ka qenë emocion i veçantë se kërka nuk kemi. Si dolën piktura? Shumë dëpta. Tash po punojmë me bashkëjetu me atë mendimin që ka artistja që është e verbër me neve bashkë. Si u ndjet në ato momente? Shumë rëndë, se na i kemi paragjykime dhe si artista, s'pe ban pak kështu, s'pe ban ashtu mirë, po ku na mbyllën syt e pom që na si na prat punëç. Domethënë, ishin me nevojat veçanta mirë, po ishin artista perfekt për ne. Që s'diskutohet. E që tu na bën pak me mësu edhe nga jeta dhe nga krijimtaria. Talenti lind apo zhvillohet me kohën? Këtë rast i një artisti në pikturë. Unë mendoj që talenti lind, mirë po puna e mund se cilin talent. Jo rasisht është shpreha. Mendoj që ndashta dikush është me pak talent, me punë shumë arrin më shumë se që ai ka talent. Se zakonisht ata që kanë talent shumë nuk i përfundojnë. Unë i shoh edhe me nxënësa kur të punojmë. Nuk e kanë disiplinën e duhur. Nuk e kanë disiplinën e punës. Mendoj që edhe në fushën artistike disiplina është diçka që ecë përpara. Po. Ke arritur të zbulosh ndonjë talent gjatë kohës të mësimdhënies tënde dhe si i ke ndihmu pikërisht këta që një farë forme mund të kenë tregu pak talent këtë aspekt. Është viti 10 që unë punoj në Arsim dhe kemi domethënë 10 gjenerata që punojnë me ta. Ka që kanë dalë artista, ka që i kemi bërë dhe kolegë, janë me arkitekturë ose në dizajn grafik, mirë po janë mana magjina të artit. Aty qëndrojnë. Po. Mirë shumë, ka artist nga të cilët inspirohet Ilmiu? Ka shumë. Disa që do doja t'i ndoja me një, apo... Gjësën Bologo është po folje dhe për në Kosovë, është Recep Feri, Muslim Ulliqi, është Ibrahim Kudra, në ndërkubistët e parë, shqiptar, mi po ka shumë artista që neve na frymëzojnë për me punu. Me thonë kemi edhe kolegë, edhe profesora që neve vazhdimisht na frymëzojnë për punën që e bërë. Për vazhdu tutje, pa dyshim që po. Dhe të ndalesha dhe t'i diskutoj pak edhe veprat e artistike të cilat kanë kapur çmime apo vlerë marramendse dhe ka pasur shumë kritika njëkohësisht për këto vepra artistike. Tani s'po flasim këtu vetëm për pikturën, po flasim edhe për skulpturën apo instalacione të ndryshme kështu me radhë. Ka qenë një banane e kapur me lepak, si me e quajt, edhe ka kapur një vlerë shumë të madhe të shitjes.
Unë mendoj që qëllimi i artistit është me shty njerëz me fol. Po. Me shty njerëz me diskutu. S'ka rëndësi. S'ka rëndësi ka njerë puna. Po dhe mendoj që artisti e ka arrit qëllimin. Për momentin që dhe na e kena kuptu pse që e banon e ka qashmim, artistive që e ka arrit qëllimin. E ka arrit qëllimin e ti. Edhe një tjetër, nëse nuk jam gabim, një skulpture pa dukshme. Ka kap një vlerë shumë. Instalacionet i lejojnë. Po. Mëna instalacione mund me opunu ato. Edhe thash edhe më herë që qëllimi i artistit është për me ndiku të njerëz, me diskutu për... Me bo zhurmë. A është kritika negative, a është pozitive, me një këtë botë atë vepër. Që të është dhe qëllimi artistit, me njëft pikturën e ti ose vepërën e ti artistike që a e ka ekspozu. Me morë vëmendjen e të gjithve. Edhe bëse që e ka rritë. Krejtë bota e kina por që me një banane me një njëtës, në shtini me diskutu krejtë, dhe na që jena profesionist, artista. Çfarë mendimi keni ju tani ka aspekti profesional? Kjo më intereson di. Unë mundu me respektu të gjitha mediumet, të gjitha fushat. Po. A në pse nuk i takoj asyrrime, unë mundona me respektu se cilën krimtari që e ka një artist. Sepse shpesher na po bina ndesh me vetën, nuk më takon rrimës tem, nuk o të punu mirë. Mi po do të me posi fal tolerancë edhe për mendime dikuj tjetër. Mendoj që se cilë krimtari, se dhe cila fush do të me erujt krimtarin e vetë, ose me pos një farë qosje për të gjithë artistat, do më thonë, nëse nuk i takoj asyrrime, nuk është i keqe. Është e mirë. Për mëne që du të me respektu se cilin me mendim të artista. Pa tjetër që po. Cilat janë planë për të ardhmen, Ilmi? Qëfar pretë, jo vetëm nga arti jëtë, nga mësim dhenja, nga gjitha këto që i diskutum, edhe a ka diçka që, apo ndoni ekspozit, ndoni vend në veçanti, që ti kishe dasht me ekspozu pikturat tua? Planet janë afat gjate. Pa tjetër. Mirë po, në mendoj që plani maj mirë është mësë na shuqke energjia që e kena për me punu vazhdimisht dhe besoj që suksesit ka marrë mas punës. Kur na ta kemi një bagazh të mirë, suksesit janë pa tjetër e sushme, kanë marrë pa tjetër. Mirë po vetëm po mendoj që me pos vullnet për me punu dhe me punu vazhdimisht mësë më ndolas ne. Dhe sa po ndimon tani vendi jonë, institucionet tona, artistë të cilët një farë forme, ju duhet një shtytje, mendoj, sidomos për të ekspozuar talentin e tyre për te kufive, në vendet të cilat ndoshta edhe njohjet edhe gjitha ato takimet që mund të bëhen, mund të ketë edhe sukses të madh. Jo vetëm artistin këtë rast, por edhe vendi si vend. Por mendoj që edhe Ministria e Kulturës banë në mbështetjet e artistave vazhdimisht. Çdo vit mbështesin artistat me shumë të ndryshme. Varet për aktivitetet që i kanë, mirë po drejtoritë komunale nëpër komuna mbështesin vazhdimisht, mbështesin ambasadat që janë për vendet e huaja. Mendoj që artistat do të me pas ide punë edhe me çka me prezentu. Një qëllim qartë. Një qëllim qartë edhe me ndjek që atë rrugën që ata e kanë ëndra se s'duhet me punu. Pa tjetër që po. Se mbështetja nuk mungon. Nuk mungon. Mendoj që duhet të rritet kjo mbështetje, që ndoshta t'u japet mundësi edhe të tjerëve të jetë me gjerë. Po nëse shtot numri i artistave që është shtu tash, patjetër që do të rritet edhe mbështetja. Nuk po them që do të më kanë njëjtë për të gjithë. Ndoshta su një prek disa artista, mirë po shumicën e artistave në shoh vazhdimisht që ka publikime, ka rezultate që i prekin shumicën e artistave, po mendoj për ata që janë aktiv, ata që kanë atelier, ata që punojnë dhe ata që dojnë me ekspozu. Dy përgjësi krejt për fondi du nga te, e para ndoshta drejtuar artistëve të rinj dhe e dyta konsumuesve të artit, atyre që një farë forme duhet pa tjetër t'ua besojnë artistit punën. Unë mendoj që për artistat e rinj ju them që ëndrat do të më vazhdu, pa më parasysh për gjykimeve, mos me liu dikan që me ndërprej ëndrën gjys, mi po me vazhdu, sepse ëndra bon të realitet vetëm me punë dhe duke isë për para. Ndërsa për ata që dojnë me konsumu artin, mendoj që produkti më i mirë për me investu është piktura, ose një vepër artistike, sepse çdo det, çdo vet i rritet vlera, aq më e vjetër, aq më e shtrenjtë dhe aq më e mirë bëhet. Shumë e vërtet. Dhe apo vlerësohet sa duhet në këtë aspekt, apo paguhet sa duhet tani një vepër artistike në vendin tonë? Po, nuk është, nëse marrëmi standardin që na po jetojmë, edhe ata që po dojmë me bli art, paguhet. Është e kënaqshme deri në këtë pikë. Normalisht gjithmonë mund të jetë më mirë, por gjithmonë, pa më parasysh një vepër artistike sado që kime shit, pra ka më të udhim, sepse është krijimi yt. Domethënë bëhet një sill një të mërzit fakti kur e shet një pikturë, kur e dhuron apo diçka tjetër. Udhim s'në shoh. Është s'mosh me te kalu këtë pjesë, mirë po do të me punu, me pikturë, pa tjetër. Nuk qënë pesh më çmim. A ka ndonjë pikturë që nuk
e jep për asnjë arsye, qoftë me pagesën ndoshta më të lartë mundshme. Fillim kam menduar që nuk do të më u lidh shpirtërisht me pikturat. Mirë po, ato pikturat që i kam shpirtërisht që jam i lidh me to i kam banesë, nuk i kam natëli. Çfarë? Domethënë një koleksion privat. Si arrin këtë lidhje shpirtërore me pikturën? Por Çfarë do? Emocionet forta? Janë emocionet që ti e shep pikturën pikë kondit tanë, pikë kënd vështrimit tanë dhe thu ç'ke pikturë, do të më kon shpejt, do të më kon koleksion privat, s'do të më shku në dorë të kërkujt. Po. Dhe zakonisht e bojmë. I marrëm pikturat, i vendosim edhe secili artist që krijon vazhdimisht ato çka ai mendon që i ka më të mirat, i tërheq për ateles, as nuk i jep, mirë po i mon si koleksion privat. Piktura më e vështirë që ke realizuar ndonjëherë? Gjitha janë vështira. Gjitha janë të vështira? Gjitha janë të vështira, nuk ka pikturë të lehtë. Do të thonë kemi nisë një rrugtim që nuk e det ku ka me përfundu. Dhe mendoj që është kohë vështirë. Po. Mirë po e bën me pasion, e bën me dashni dhe na bën me punu vazhdimisht. Patjetër që po. Qa do nga thuash këtë për fund? Një porosit i dham, gjithësë po besoj që i përmbledhëm sa do pak gjithë krimtarin të ande dhe normalisht edhe planet e të ardhmes nuk u shtjelove, nuk u zirove shumë të planet, kështu që po në alenë hapësirë që të thrasim prap në emision, kur do që pikturat e radhës të jenë gati. Në qenë pak me enigmatik se nëse i tregojmë këtë mos në afterin e emision. Ndi falemdoj gjithësësi për hapësirën që keni mendu për me jo për Kriust, është një punë shumë e mirë që po bani për Kriust, sepse nështë mendoj që hapësira ma e pakta që ju ipët në për televizor janë për Kriust. Dhe më thonë dikosh që e qofë më ngjesë dhe pikturan. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Me shumë e për emision në ko vazhdimisht për kroje mirë, po ju aqë sa do të. Dhe më thonë ko vetëm në qytetin të në Frejzajt janë dikon 70 artista që janë aktiv, që pikturojnë gjithë ditë. Mirë po shumë roli shumë mirë në për media ose në për portalet ndryshme. Dhe më thonë ata me Facebook ose me Instagramat e tyne mundohen me prezentu punimet e tyre, mirë, por mendoj që nëse me një media i për të hapësirë pak më gjatë, pak më e veçantë, besoj që ata mund me prezentu gjithçka që e kanë nga krimtaria e tyre artistike. Me kënaqësinë më të madhe, Studio